Po del haptas që opozita jonë ka marrëveshje me Beogradin. Apo përgatitet një pjesë e shqiptarëve, 50% ose sa janë këta të opozitës, që të kthehet Serbia qysh o kon para luftës. Ngoni veç shkaflitet. Problem nuk e kam listën serbe. Deri mars. Ku do neve ju? Deri në mars. Po, deri në mars kalojnë këto, ndalen e këtë, mos me uzurpu, ndalen e apo tani a pistoli që i ka uzurpu. E keni mundësi në dorë, ndalen. Jo, besës. Asnjëherë nuk më tregove pse jo me listën serbe. Dhe nëse sot më thu mu që s'buj me listën serbe, am siguron mu që pa listën serbe keme zgjedh presidenten nëse... Jo, a do me tregu diçka, kështu sinqerisht. Unë bash hiç problem nuk e kam listën serbe. Unë personalisht sy Hikmeti, hiç problem se kam, sepse listën serbe, se cila qeveri e ka pjesë përberse të saj bazu në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kushtetutën e Republikës së Kosovës nuk shkruan lista serbe. Nuk shkruan subjekti i cili ka fitu më shumë. Po, dhe kush është? Qysh erdhi ky subjekt, erdhi si pasojë e procesit të dialogut në Bruksel. Apo? Po është pjesë e pak ose subjekt. Jo pjesë e pak ose tizorit nuk e lista serbe. Bash hiç problem nuk e kam listën serbe. Hiç se ka problem. Kjo ka problem veç me Albin Kurtin. Se këta opozita jonë kanë bërë marrëveshjet më shef me siguri me Beogradin ose me listën serbe. Nëpërmes listës serbe me Beogradin, që me çdo kusht me kthy statusin e ish Jugosllavisë që shakon para luftës. Nuk din njeri çfar njerëz janë këta. Për mu, veç gjak shqiptari nuk kanë këta njerëz. Atin, e njeva intervistën e kësoj edhe pak ma gatë, theke pa tjetër na do të më ullë, e do të me kthy policien e shkive, do të me kthy gjëkacat e shkive në Kosovë, pa tjetër theke do të më kthy. Me pa tjetër, në me thonë këta veç ka njësë, me përgadit një pjesë të madhe të popullit, që me thonë që na nuk muna me egzistu si shtet, pa i kthy policien, pa i kthy shkit, pa i kthy gjëkatat, pa i kthy listën serbe, pa kthy me bon që shë kanë pas bon atë këshilltarin e presidentit ashim tha që atë shkavin e udbës, të bijes, e shumë zavendës kryeministra e shka kanë pas edhe tjera në qeveri që kanë pas ministra e tanat zezat. Më thonë na, si pas opozitës, si pas ty në shkive të opozitës tonë, pa kon shkit, na shtet nuk muna me pos. Sa ata do të me kon me drigju, se këta hojnat kanë hup privilegjet tash, po shien qartas që jo ka ra makjazhi, se tash përblejna si Turkijës edhe të Bulgarijës ka 20 cent. Se s'kanë më me vjedhë, ka 100 milion, ka 54 milion, 20 milion, 7 milion. Jo ka ra jo. Tash do të me bo marrëveshje qysh me coptu Kosovën, ose me kthy në situatën që shakon ish Jugoslavi me bon tash vllazërin bashkim prap me shkija, dhe nëse s'mun me net, se gjak shkave kanë ta. Për mu, ma shumë ka 99.9% ka gjak shkave një njeri që del haptas, thët na do të me kthy me policie, me ushtrije, me gjandarmerie, me gjëkaca, me prokuror, krejt, me kthy me zor ata, jo me qef, po me zor do të me kthy. Do të me kthy në qeverie, do të me kthy në parlamente, do të me kthy në të nantë. Se pa ta s'muna na me po. Korenin, këtë njeri, që është numër 2 i partijës, nuk është njeri jetë pa koment. Njeri jetë pa koment. Qysh del njeri normal, kështë me shkolla është. Pa kon gjak shkave, me dalë me thonë të fjallë, thëtë, unë s'kam problem me shki, problemin më të madhe kam me Albinin, problemin më të madhe kam me vetëvendosin,
nuk e kanë problemin me shki. Se këta në fakt se kanë pas kur. LDK-a kur problem me shki s'kanë pas. Amo është e dhëmshme që tash edhe 8 PDK-s ju kanë bashkangjit LDK-s janë bot njëllë. E kjo mu më shumë tani po mprejk, se për këta LDK-s para luftës, e në luftë, mas luftës, e sot, e nesër e di qka janë. Amo, qëta PDK-s, ta patriotat e PDK-s, edhe këta udhëhecat e veteranve, kur e nin këtë farë gjak shkine, nuk e di a del me thonë mërë pur në fjallë në kush me thonë ka dole brëse ka gjendbre që kanë luftu, e kanë dhonë jetën, e janë plagos, e kanë hjek, e kanë vujt për një liri me pas një liri. Po ja, vesh në lesh e shtin, se ata kanë problemin me mbrojt pasunien, se kanë problemin me mbrojt shtetin, as me mbrojt ushtrien, as u që kënë. Jo, se me kon njeri normal, ishin qu, belit paktën qëta shefat e PDK-s, të vëllë PDK-s, me thonë Nasimi a e tjetri, Mucati, me thonë, ka dalë e Hikmeti ku e të shku, o e Hikmeti më ribi, shkalype në Serbi. Po jo nuk dalin, se i kanë bëke ka 200-300 hektar tokë, pasuni po, pare po, pse më mërzit për ushtarë, pse më mërzit për QK, pse më mërzit për Kosovë, shka njën tyne për Kosovë. Me kanë të rishë sot në Kosovë, që nuk është i Mitrovicës vere o ta nena, shka rok nena një pjesë e madhe shqiptarëve, thajnë, bëjë, s'ka po kur gjohë Albini atje, pse ka shliru, për shka për na vynaj. Midis Prizrenit njëri ka thonë, 7 vetë në Dovelin, shka na një neve për Mitrovicën. Tash, ku kena marina shqiptarët, na vesh më rëdzu Albin Kurtin, na jem gjene dejnë në Kamaran me ta prunë kufinin. Nuk vynë aje, nuk vynë 8.000 hektar tokë që e dhatën Molizije, nuk vynë anena Macedonin që e dhatën një 4-5.000 hektar tokë. Ja neve sens për na vynë. Që jam për qesëm Kosovën në pazar, edhe kush e maj fort luftë civile, kush e maj fort ta donë copa, edhe për ashesëm tani Serbijës. Tjetër sa neve s'na ka me dalën në kryetare e një partije me full që të fjallë në televizion, komtarë, kështë komtarë, ta televizion në Serbijës, po ka me që ashtu me thonë. Kjo nuk është normal. Marë unë vetë vrase kësha bo me dalë me full që ato fjallë e kësona që ka full në intervistën e saj. Shtur po nejse gjak shkine, gjak shkave, kur ki nuk pritet ma mirë. Ja, fotja shka dush fëllë, se unë e për veti s'pres ma mirë. Pe baj videon për me kalzu në ashtë të dikush që interesën me ngu. Ma mirë për qëtyne gjak shkinjave, gjak shkave që kanë, unë e s'pres, se këta e në gjene me ta dhonë gjysën, jo gjysën për krejtë Kosovën. Dej sa del thët me këthy Serbijen në Kosovë, 27 vjetë mas luftës, mas shlerimit, shka me thonë tina njeri ma. Njëse ju lo dhe për përshëndes, kaloni mirë.